Çështja e evakuimit nisi të dielën kurse fluturimi ndodhi të martën. Kështu tha studenti Omer Alia në emisionin Pasdite në televizionin Koha, duke falendëruar ambasadorin e Maqedonisë së Veriut në Emiratet e Bashkuara Arabe, Abdulkader Mehmedin, siç thot, për organizimin e shpejtë dhe të mirë të evakuimit. Ai ka qenë në mesin e 150 shtetasve të Maqedonisë së Veriut, prej të cilëve 17 studentë që të martën bëritën nga Dubai në Shkup. Fluturimi është organizuar nga ana e ambasadës dhe gjithçka ka qenë mbuluar nga ana e ambasadës, duke filluar prej fluturimit e derisa jemi kthyer këtu në Maqedoni. Fluturimi ka ndodhur në mënyrë direkte, do të thotë kemi fluturuar prej Dubait drejt në Shkup, jo si zakonisht siç jemi mësuar të udhtojmë përmes Turqisë, dhe kjo në një farforme e largon edhe atë peshën e udhëtimit, për shkak se e ke atë mundësinë e vogël për të pushuar në aeroport derisa jenë në Turqi. Por ama këtë herë fluturimi ka qenë direkt prej Dubait për në Shkup, edhe fluturimi ka qenë jashtëzakonisht i gjatë realisht, dhe lodhja ka qenë ekzistente, por ama çdo herë kur e mendon arsyen e udhëtimit edhe kur e mendon se kënd do të takosh momentin kur të arrish në vendlindje, në një farformë ajo harrohet edhe zhduket, do të thotë, prej mendësisë. Studenti Alia, ditët e nisjes së krizës i quan mjaft me tensione. Thot se kanë pasur shumë probleme me lajmet e reme dhe dezinformatat që më tepër kanë shtuar panikun dhe frikën. Duke marrë parasysh kufizimet shtetërore të informacioneve, ai thot se për zhvillimet në Dubai është njoftuar nga shokët e tij në Maqedoni. Rrezik sipas tij kanë qenë pjesëzat e dronëve iranian që shkatroheshin në ajër dhe binin në tokë. Kjo në një farforme ngjalli një farë frige, pavarësisht se në vendin apo në zonën ku jetojmë ne, në një farforme ishim të sigurt se nuk do të ndodhte diçka, por pavarësisht mënyra se si bëhej interceptimi i dronëve të cilët thuhej se vinin nga Irani, interceptoheshin në qiell, edhe pjesëzat të cilat binin në tokë nuk diheshte se ku do bien. Edhe shumica e problemeve apo e dëmeve të cilat kanë ndodhur nëpër vendet, nëpër ndërtesat të cilat i shohim, të cilat kanë ndodhur në Dubai, janë si shkak i pjesëve të cilat kanë rrah prej këtyre dronëve, të cilat kanë rrah në tokë. Para se të kthehej në vendlindje, studenti Omer Aliaj shprehet se Dubai kishte nisur ta humbte shkëlqimin e qytetit të turistëve. Përpara kthimit tim unë do të thotë vërejta se si në zonat më turistike të cilat ekzistojnë në Dubai, me të cilat jemi mësuar çdo herë të shohim të ngarkuara me njerëzi, pash se si numri kishte filluar të rallohej, do të thotë. Edhe shumica e njerëzve të cilat kanë qenë në udhëtim ose kanë ardhur për vizitë janë larguar. Ndryshe, autoritetet e vendit njoftojnë se deri tani janë realizuar 4 fluturime për evakuimin e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut nga rajoni Lindjes së Mesme, ku janë kthyer në vendlindje 458 udhëtar.